fuzin çik bushin lutem? Po bini ta fus. Dy pyetje bëna një. Dy pyetje bëna një. Tinha syt. Nuk e djeg, tash nuk e djeg. Kamera se nuk e djeg. Ja, Gjithë janë gjatë. Mirë, atëherë nisim këtë konferencë për mediat nga shtëpia e futbollit. Jemi këtu me trajnerin e kombëtarës U21, Alban Bushi, ndërkohë që skuadra do të përgatitet të fillojë grumbullimin në fundjavë për 2 ndeshjet zyrtare të kualifikuesve të Europianit 2025 ndaj Finlandës dhe Zvicrës. Ne sot kemi publikuar dhe listën, pra trajneri ka publikuar listën e 23 lojtarëve të grumbulluar për këto 2 sfida. Dhe tani është para jush për të përgjigjur interesit pyetjeve që keni në lidhje me listën, por edhe me këto 2 ndeshje zyrtare. Kristi. Përshëndetje Bushi. Sa i përket pjesës së listës, shohim një mbrojtje kampionati shqiptar. Smajli, Buxhela, Preka, Dajko, përveç Bajramit, kemi Gjinin që luajnë këtu në Shqipëri. Mund të themi mbrojtje e superiores. Përshëndetje. Janë 10 lojtarë, po të kam shqiptarës, kemi pas marrë dhe më shumë për para, po tani po shohin që po luajnë, sidomos të mbrojtësit, dhe ne na jep një farë sigurie, sepse kemi pas gjithmonë probleme me mbrojtje. Mendoj që janë të 4 lojtarët që u përmendët, 5 me gjithë Smajlin e Vllaznis, janë lojtarë që luajnë vazhdimisht, edhe Buxhela ka luajtur vazhdimisht, domethënë mbrojtjet e krave që ne mendojmë të kemi për këtë radhë. Kështu që na jep farë sigurie dhe mendoj që do të bëjnë mirë, sepse kanë minuta në këmbë dhe kanë eksperiencë dhe kemi punuar shumë, sidomos me mbrojtje, me repartje me mbrojtje gjatë këtyre ditëve që kemi qenë pushim, duke i dërguar video, duke parë kundërshtarin dhe mendoj që do të jemi shumë kompakt në ndeshjen me Finlandën. Bushi, shohim 2 emra të rinj, Fetaj dhe Jashari, të cilët janë shtuar listës. Fetaj ka luajtur me moshat e Maqedonisë Veriut, ndërkohë që Jashari vjen nga Kosova. Si kanë qenë diskutimet, bisedimet për t'i bindur për të bërë pjesë e kombëtares së Shqipërisë dhe çfarë do të presim nga këto 2 futbollistë të rinj që janë bashkuar skuadrës tuaj? Nuk ka qenë lehtë, domethënë ardha atyre me ekipin shqiptar, sepse kanë pasur shumë kërkesa si nga Maqedonia, po ashtu edhe nga Zvicra dhe nga Kroacia. Unë dua t'i falenderoj të dy, sepse janë 2 lojtarë shumë të rinj, aty në 2005 që janë dhe për 2 sezone të tjera me ekipin Shpresa. Sidomos për Fetajn, po gjithashtu edhe për Jasharin, është një lojtar me shumë potencial, një lojtar që në moshën e tij, domethënë nuk është se kam pasur tek ekipi Shpresa një lojtar i rrallë, do të thonë për pozicionin ku ai luan dhe lëvizjet që bën në fushë. Mendoj që do jetë lojtar i kyç mesin e fushës për ekipin tonë gjatë gjithë sezonit. Që kur e kam parë videon e parë, domethënë më la përshtypje shumë të mira, mund të them që i ngjan shumë Modrićit edhe nga lëvizjet që ai bën në fushë. Vrapon gjithkohë, është shumë luftarak, është sakrifikues shumë dhe mendoj që do të bëj shumë mirë si për ekipin Shpresa, por do jetë edhe një potencial shumë i madh për ekipin na. Njëjtat fjalë mund të them edhe për Jasharin. Duke qenë se kemi 2 përballje me 2 skuadra shumë të forta, me Finlandën që ka fituar ndeshjen e parë 4-1, ndërkohë dhe me Zvicrën që është ndoshta pretendentja e këtij grupi. A mund të jetë përfaqësuesja e 21 vjeçarëve në udhkryqjen e këtyre kualifikuesve për vetë faktin se ka 2 përballje me 2 skuadra shumë të vështira dhe në një moment delikat? Të gjithë ndeshjet janë të vështira. Unë mendoj që Finlanda është nga ekipet që luan më bukur futboll, pavarësisht se ndodhet mbas nesh, por ne kemi ndeshur me ata luan më mirë se Zvicra dhe se Rumania, mendojmë për sa i përket lojës të luajtur, por ne kjo është ndeshja jone e jetës, është ndeshja jone e ëndrave, atë që kemi ëndërruar që të shkojmë në Europian, duhet ta fitojmë patjetër. Ne respektojmë shumë ekipin e Finlandës, është një ekip shumë i mirë, po ne në tokën tonë jemi shumë të fortë. Toka jona jep gjithmonë energji pozitive, do mundohemi të bëjmë, nuk diskutohet që do japim maksimumin, do sakrifikojmë shumë.
Bëhet shumë qefi që ndeshja është në Air Albania dhe mendoj që do ketë shumë tifoza, është organizuar shumë mirë nga federata për të pasur, domethënë si me shkollat ashtu edhe me akademitë që do të jenë gratis në stadiumin e Air Albania, sepse është një ndeshje shumë e rëndësishme. Për këta djemt vegjël që mendojnë atletat 2002, 2003, 2004 është një shans i madh që nëse fitojmë këtë ndeshje ne kemi shumë premisa shumë të mira për të zënë vendin e dytë ose të parë në grup. Përshëndetje, Bushi. Ndeshjen me Zvicrën e keni vlerësuar dhe këtë? Është një kundërshtar i vështirë, është në vendin e parë në grup. Një fitore me Zvicrën ndoshta do ta nxirrte Shqipërinë në vendin e parë në grup. Po e thash pak më parë që më shumë jam fokusuar ke Finlanda, jemi fokusuar ke Finlanda, patjetër që për Zvicrën do flasim edhe mbas ndeshjes me Finlandën nuk diskutohet që është ekip i mirë Zvicra, po është një ekip që të lën të luash futboll, mund të krijosh raste, mund të krijojë raste, do të jetë një ndeshje e hapur dhe ajo me Zvicrën, por gjithë fokusi jonë është ke Finlanda sepse nëse ne nuk marrim rezultat mirë me Finlandën, pavarësisht se Zvicra do jetë e rëndësishme për ne, po është fokusi komplet ke Finlanda dhe nuk duhet mendoj fare për Zvicrën në këto momente. Përshëndetje Alban, juve jeni në presionin e marrjes rezultateve me ekipin tuaj, po nga ana tjetër edhe prodhimit lojtarëve për kombëtaren A. Tash cila peshon më shumë në detyrën tuaj si trajner? Keni ndoshta edhe ndonjë plan me trajnerin Silvinho, edhe ndonjë lojtar që mund të jetë i vlefshëm për skuadrën, cilin po përgatisin le të themi ose cili është më gati? Presion, nuk mund të them presion, jemi shumë komod, po mund të them ambicie personale, patjetër që jo, gjithashtu edhe kolektive, gjithashtu edhe stafi, domethënë mendojnë gjithnjë kanë ambicie për ne të kualifikuar, patjetër që edhe drejtuesit e drejtorisë teknike kanë shumë ambicie të këkuj Senjishit, sepse ka lojtarë cilësor. Nuk është se kemi një organik të mirëfillt, një organik, domethënë që e fillon sezoni dhe thonë ne do kualifikohemi se s'bën, kupton. Kemi një organik të mirë, le të themi. Si për lojtarë për të vajtë ekipi A janë disa lojtarë, mendojnë, janë 3-4 lojtarë që trajneri Silvinho i ka, domethënë i shef me përparësi ata, nuk du të them emra, por gjithashtu edhe për rezultatin është e rëndësishme sepse do të jetë një trapolinë e mirë për këta ditine 2003 që nëse të luajnë Europian. Ata e dinë rëndësinë e ndeshjes, është e vërtetë që Finlanda na ka mundur atje 4-1, por ne kemi pavarësisht rezultatit 4-1 kemi bërë futboll të mirë, po kemi gabuar nga gabime individuale që do mundohemi këtë ndeshje të minimizojmë sa më shumë. Përshëndetje Alban, do të flisja pak për Steven Shpendin, i cili pothuajse ka diku te 7 ndeshje që nuk merr minutat e tij. Çfarë pres nga ky lojtar të bëjë në këtë ndeshje? Sa pritshmëri ke ti për Shpendin? Po ai stërvitet me një ekip shumë të mirë, stërvit Serie A, domethënë me Lecce është një lojtar që shënon gole shumë, unë e kuptoj shumë mirë, shumë e vështirë të luajë në Serie A në atë moshë që ka Shpendi, sepse janë shumë sulmues me eksperiencë në ekipin e tij, po sa ai që vjen këtu e jep maksimumin, si në stërvitje ashtu edhe ndeshje. Është lojtari kryesor i joni, ai do të luajë domethënë të ndeshje dhe unë shpresoj që ai të shënoj, sepse është një djalë që jeton për futbollin, pavarësisht se nuk ka minuta atje. Do të thosha gjithashtu edhe për vllajën e tij që nuk është sot me ne fatkeqësisht, domethënë ditën e diel në grumullim nga që është dënuar 3 ndeshje nga UEFA. Por gjithsesi me lojtarët që ne kemi në fazën sulmuese janë lojtarë që po luajnë kampionatet e tyre shumë, përveç Shpendit, siç është Rashica që po luan por merr goxha minuta ke Skënderbeu, gjithashtu edhe Nika, gjithashtu edhe Kurtulan Turqi. Kemi lojtarë të fortë, lojtarë të mirë, lojtarë që kanë cilësi. Unë do të doja vetëm ne të ishim më agresiv në fazën defensive, sepse kur e shef ndeshjen, sidomos me Finlandën dhe me Rumaninë, ne kur humbim topin nuk jemi shumë defensiv sa që është kundërshtari, ose shumë agresiv për të vajtë për ta marrë top. Në momentin që shkojmë për të bërë gol, ekipi jep maksimumin për të vajtë deri në metrin e fundit. Kurse për tu mbrojtur nuk e japin metrin e fundit. Kemi insistuar gjatë gjithë kohës këtë muaj duke i quajtur vidi lojtarëve që duhet ta bëjnë këtë se s'bën dhe në momentin që është një lojtar që nuk do ta bëjë do të dalë direkt për jashtë, qym pjesën e parë. Ne duam lojtarë që sakrifikojnë si fazën sulmuese ashtu edhe në fazën mbrojtëse, se vetëm kështu mund të përballosh këto lloj ekipesh, sepse ata në organik janë më të fortë se ne, janë më përpara se ne nga infrastruktura, nga gjithë gjë dhe kur vjen puna për të sakrifikuar, në momentet caktuar sakrifikojnë më shumë se ne. Dhe kjo na ka penalizuar këto 2 ndeshje si Rumani dhe Finland. Po kam shumë besim këtu me Finlandën e Albania që do të bëjmë shumë mirë. Ledar Kuka nga APC-ja, të uroj sukses. Ju e përmendet vetë humbjen, qoftë me Finlandën, qoftë me Rumaninë. Pra i ka një kontrast madh. Pra ne kemi rezultate të mira, kemi renditje të mirë, po ato humbje që i kemi të thella.
mundoja të dija nëse kjo ndoshta mund krijojë në një problem psikologjik e lojtarët në ndeshje me rival të tillë dhe ju thatë që i keni thënë lojtarëve që të ndryshojnë, ndoshta keni ndryshuar ju disa lojtarë në listë? Faleminderit. Në listë nuk kemi se kemi ndryshuar shumë lojtarë, po ajo përbërje është, por ishim me gjithmonë 2 humbje shumë të turshme të thoja, 5-0, 4-1, jo të mira për një ekip kombëtar dhe është herë e parë që më bë sezoni 4 që humbi 5-0. Gjithashtu edhe 4-1 kemi humbur në Slovaki dhe kjo e dyta me Finlandën. Po në këto moshë dhe që kemi ne dhe sidomos kur qellojnë golat shpejt minutat e para ekipi u shpërbën në Rumani. Kurse për sa i përket Finlandës nuk mund të them që u shpërbëm, lutëm deri në fund, tentuam 3-0, 3-1, nuk është se ishim si në Rumani. Por gjithsesi e kemi harruar humbjen. Unë mendoj që në futboll si fitoria dhe humbja duhet harruar ditën e nesërme. Pra, kjo është gjëja më e mirë sepse futbolli do vazhdimsi dhe këtë e din shumë mirë sportistët, mbase jo këta trinjt, duhet të jemi ne ata edukatorët që gjithmonë të insistojmë që ata që futbolli është vazhdimsi, nuk është vetëm një ndeshje, por mendoj që këtu në Shqipëri nga njëra ata motivohen shumë nga toka, nga energjia, nga njerëzit, nga media, edhe japin maksimumin, duhet ta japin dhe jashtë maksimumin, sepse nëse nuk e jep jashtë, nëse nuk merr pikë jashtë, është e vështirë të kualifikohesh. Gjithsesi do përmirësohemi dhe mendoj do ndryshojmë. Përshëndetje profesor, së pari urime dhe për 2 ndeshjet e ardhshme. Unë kisha një pyetje pak ndryshe sa i përket ftesave, të cilat bëhen në kombëtarin shqiptare. Në lajme qarkullojnë shpesh emra të cilët në një farë mënyrë stepen për të zgjedhur uniformën Guqezia. Ka pasur raste refuzimi apo jeni bazuar le të themi në emrat e mëparshëm sa i përket përzgjedhjeve të bëra së fundmi për lojtarët të cilët luajnë në Evropë dhe në një farë mënyrë kanë dashur më tepër kohë pra për t'ju bashkuar 21 vjeçarëve? Nuk është e vështirë. Nuk është e vështirë tani që një futbollist ka 3 opsione. Vendi ku luan, marrim shembullin Zvicra, vendin nga vjen nga Kosova, edhe vendin nga Shqipëria. Është e vështirë. Ne kemi negociu me çdo lojtar, domethënë të zgjedhin me zemër. Pra gjithmonë ai negocimi jonë është që ti zgjidh aty ku do zemra, kupton? Kjo është gjithmonë ajo se nuk marrësh lojtar që nuk e ndjen fanellën e të vit luaj me Shqipërinë. Deri tani nuk është se kemi pas probleme, nuk e shoh si problem dhe po të thot jo, kupton, se shoh fare si problem, po domethënë kemi marrë 2 lojtarë, si thash Jashari dhe edhe Fetaj, domethënë 2 lojtarë shumë të mirë, dhe aty 2005 do të jenë për 2 vite të tjera me shpresat. Kemi shumë ka pas lojtarë, domethënë që na kanë refuzuar, na ka premtuar, por nuk ka ardhur, por nuk ka as problem. Do doja që janë dhe fëmijë, mosha është e tillë që ndryshojnë shpejt dhe mendim, po nuk ka asnjë lloj problemi se përsëri brenda rrethit Shqipërisë nuk është se ka dalë jashtë asaj. Pyetje tjera? S'ka. Atëherë mbyllim këtu këtë konferencë për mediat. Ju falenderoj për praninë dhe mirupafshi.